Në shkollën e muzikës në Tetovë mbrëm u mbajt një mbrëmje e veçantë muzikore, ku interpretuan vepra nga repertuari klasik të sjellura me pasion dhe mjeshtëri nga Jetmir Mehmeti, kitar dhe Shkëlzen Pajaziti violin. Sipas kitaristit Jetmir Mehmeti, me Shkëlzenin i lidh një bashkëpunim 10 vjeçar dhe koncerti u realizua edhe aty ku të dy filluan hapat e parë në muzikë, respektivisht në shkollën e muzikës. Qëllimi i këtij koncerti është se me Shkëlzenin neve jemi një duet mjaft goxha gjatë ca vite së bashku dhe sonte ne festojmë 10 vjetorin të duetit tonë dhe e vendosëm që këtë koncert ta realizojmë te shtëpia ku neve edhe punojmë, te Shkolla e Muzikës në Tetovë. Koncerti është i përbërë prej programit të larmishëm. Kemi program prej kompozitorëve të njohur botëror të periudhave të ndryshme. Kemi vepra të Niccolo Paganinis, vepra të Franz Schubert, vepra të Astor Piazzollës dhe Villa-Lobos, kurse kjo është bloku i parë i veprave, kurse bloku në dytë e kemi ndarë me këngët e bukura shqip, që i kemi përpunuar dhe aranzhuar së bashku me Shkëlzenin pikërisht për këtë duet për violin dhe gitarë. Siç e tha edhe Jetmiri, dueti domethënë i përbashkët që kemi me Jetmirin në violinë dhe në gitarë, domethënë funksionon tash 10 vjet. Domethënë tash 10 vjet më parë u themelua si duet, me të cilin kemi mbajt koncerte të shumta, një numër të konsiderueshëm të koncerteve në për gjitha qytetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe në shtete të ndryshme. Bashkëpunimi me Jetmirin është një kënaqësi e veçantë, sepse së bashku përveç se interpretojmë për publikun, edhe interpretojmë edhe për kënaqësinë tonë, domethënë kënaqemi kur jemi bashkë në skenë, sepse njihemi shumë kohë më parë me Jetmirin, por domethënë dueti si duet, si bashkëpunim ka 10 vjet. Ka një interesim të madh kohës fundit të rive, të fëmijëve të cilët janë të interesuar për të mësuar instrumente muzikore, gjithashtu edhe për të ndjekur koncerte të ndryshme të muzikës klasike. Unë mendoj që edhe në këtë kohë kur teknologjia veç se ndoshta edhe ka arritur kulmin, është edhe vështirë të gjesh domethënë njerëz të cilës do t'i përkushtohen këtij profesioni. Mirë po, realiteti na dëshmon pak më ndryshe, duke na treguar që ka interesim të madh të rive, të nxënësve të cilët duan që të merren në këtë profesion. Krahas pjesëmarrjes në këtë koncert me shumë mysafir, dy artistët u shprehën se kohëve të fundit ka një interesim më të madh të fëmijëve për të ndjekur shkollën e muzikës dhe ky trend vazhdon edhe më tej. Ky aktivitet është i përkrahur nga ana e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë.